kanë qenë pa fjalë, ndërsa momenti më i veçantë ka qenë kur ata kërkojnë direktori nga shkolla direkt më kontakton dhe kërkon që të gjithë puna ime, fotot dhe realizimi të botohet në librat e shkollës dhe të përdoren si musters në prezantimet e ndryshme të cilat janë bërë në shkollë edhe për nxënësat e tjerë. Kjo ka qenë një nga momentet më emocionuese dhe i kam thënë vetes se bravo, kjo funksionoi. Kjo është një gjë shumë e mirë. Një nga momentet që më ka bërë mundi shumë e mirë dhe e denj në punën çka po unë realizoj. Të botohet puna jote të vlerësohet për të botuar në libra dhe në prezantimet e shkollës është për mua një nder shumë i veçantë.